Diku në fund të muajit janar, si Komision Qeveritar për Personazhe të Duhur, kemi pranuar informatën nga banorët e komunës ose qytetarët e komunës së Bodojevës mbi mundësinë e ekzistimit një lokacioni që potencialisht mund të lidhet me rastet e viktimave të luftës, përkatësisht rastet e personave që vazhdojnë të jenë ndjesin e personave të zhdukur, të pas parasysh që gjatë një ceremonie varrimi, dikun javë më parë, është hasur në mbetje mortore, në pjesë kockore e shtrore, të mbështjella me batanije, pra jonë sipas specifika ose në respektim ose sipas të rregullit traditës të komunitetit ose traditës edhe fetare, pra rrjedhimisht vetë banorët me kujdesin e shtuar si gjithsesi dhe me përkushtimin ose mbështetjen për familjet e familjarë që vazhdojnë të jetojnë në dhimbje dhe ankthjen e pritjes, që është për të vlerësuar dhe gjithsesi që është fillim e ndjej për obligim të shprehë njohjen ndaj këtyre banorëve, ka njoftuar Komisionin Qeveritar për Personazhe të Duhur dhe pashmangshëm si rast është trajtuar ose si informatë është adresuar me shumë prioritet në bashkëpunim plot, në koordinim plot ose me mbështetjen e Drejtorisë Policisë për hetimin e krimeve të luftës, pra ekipet përkatëse hetuesit e sektorit për personazhe të duhur, ka Drejtorisë Policisë për hetimin e krimeve të luftës, kanë dalë në teren, kanë vizituar terenin, kanë mbledhur dhënat e nevojshme deri në sigurimin e urdhrit nga gjykata kompetente dhe zbatim të urdhrit dje kanë filluar gërmimet dhe me angazhimin e Institutit Mjekësisë Ligjore, përkatësisht ekspertë mjekëligjor, me mbështetjen e Komisionit Qeveritar, Drejtorisë Policisë për hetimin e krimeve të luftës, me prezencën edhe të kryetarit të shoqatës, familjeve të viktimave të luftës dhe personazhe të duhur të komunës Bodojevës, zoti Leti Mehmeti, pra shoqatës përkohore, gjatë gërmimeve vlerësuese është hasur ose janë gjetur të zhvarrosur mbetjet mortore, pjesë të shtrore, sipas ekspertëve doktorit antropologët që është i pranishëm doktor Valon Hysenit, po flasim për minimumi ose të paktën një person, një individ, megjithatë duhet presim përfundojnë gjitha ekzaminimet e nevojshme mjekëligjore, përfshirë dhe mundësinë e identifikimit përmes analizës ADN-s, që të përcaktohet edhe numri i saktë individëve të zhvarrosur, por dhe identiteti i tyre. Si zonë, si lokacion, pashmangshëm mbetet pjesë e agjendës, duke pas parasysh edhe faktin se gjatë këtyre 26 viteve, ky gërmim ose ky vlerësim ka qenë i katërti me radhë, pra kemë pasur vlerësime gërmime paraprake qoftë nga institucionet e Republikës së Kosovës apo nga mekanizmat ndërkombëtar që kanë qenë pjesë e këtij procesi, dhe nga gërmimet paraprake diku janë gjetur dhe zhvarrosur minimum ose të paktën 8 viktima të luftës dhe jo të gjitha të identifikuar me analizën ose përmes analizës së ADN-s. Kemi edhe disa pika brenda kësaj hapësire, të cilat besoj të trajtojmë ditë mbi dim, varësisht edhe kushteve të motit ose më saktësisht sipas sugjerimeve dhe rekomandimeve nga ana e ekspertëve mjekëligjor. Krahas lokacionit në Obran, që do të jetë pjesë e agjendës, tani më kemi edhe lokacione tjera për më të shënuara, apo për cilat janë siguruar urdhresat ose urdhri për gërmim dhe zhvarrim nga gjykata kompetente. Kemi lokacione varrezat Prishtinës, pra në lagjin Arbëria, në cilin do të rikthehemi së shpejti. Kemi një lokacion në komunën e Istogut dhe një sër rastesh lokacione tjera për cilat jemi të angazhuar në vazhdimsi me përkushtim dhe angazhim institucional, mbar institucional, jo vetëm kolegë nga Komisioni Qeveritar, por edhe kolegë nga Drejtoria e Policisë për hetimin e krimeve të luftës, nga Instituti Mjekësisë Ligjore, të gjithë mekanizmat e shtetit, për pjekjen e vazhdueshme që të respektohet një drejtë elementare e familjes, që është drejta për ditë fatit dhe vendodhjen e më të dashurit të tyre.